Tragjedi në familjen shqiptare në Itali, vllai i mitur gjen pa jetë 19 vjeçarin në dhomën e gjumit. Një ngjarje tragjike është shënuar një familje shqiptare në Itali pas gjetjes pa jetë në shtëpi të djalit të tyre 19 vjeç. Sipas mediave italiane, viktima është identifikuar si Flavio Saraci. Trupi pa jetë u zbulua nga vllai i tij 10 vjeçar, i cili e pa të rrëzuar në dhomën e tij të gjumit dhe nuk mundi ta shpëtonte. Raporti mjekësor dëshmon për një arrest kardiak. Flavio Saraci studionte në Institutin Pacini dhe me sa duket nuk kishte probleme shëndetësore. Ai merrej me sporte dhe kishte qenë në gjendje të mirë shëndetësore. Kryetari i bashkisë në Serravalle, aty ku familja shqiptare jetonte, ka shprehur keqardhje dhe i ka ngushëlluar ata për humbjen e parakohshme të djalit të tyre. Një tjetër i ri nga komuniteti ynë është ndarë nga jeta. Pyes vetëm pse Zoti ynë vendosi t'i dërgoj të rinj tanë në parajs, duke ditur se po lëm pas prindrit, familjen, miqt dhe të gjithë ata që i duan dhe dhimbjen më të thellë. Pyes veten pse jetë të reja me një jetë plot ëndra, shpresa dhe dashuri përpara tyre po shkatërrohen në një moshë kaq të re. Bashkohemi me i dhërimin e prindërve, u shpreh ai.